Tre udhëheqës të drejtorive komunale, asaj të arsimit, infrastrukturës dhe financave duhet të ndërrohen urgjentisht, pasi nuk kanë treguar performancë të mirë, konkludon rrjeti i OJQ-ve Avonet në Ferizaj. Sipas Kenan Gashit, drejtorët komunal, përveç performancës së dobët, ata nuk kanë sjellje të mirë me qytetarët e madje edhe ka dyshime për përfshirje në korrupsion. Dhe ne këtë rast, duke lidhur prej detyrisë financave, ku nuk ka arritur që të bëjnë një menaxhim të drejtë në planifikimin financiar, domethënë në menaxhim të mirë të financiar dhe në uljen drastike të hyrave tanoke, kur ne dimi që të hyrave tanoke janë çështje më të rëndësishme në realizimin e projekteve kapitale. Drejtoria e infrastrukturës jo vetëm që nuk ka arritur të realizojë projektet që janë planifikuar në mënyrë direkte të realizohet, po ashtu ka shkaktuar edhe pengesë në realizimin e projekteve të reja. Po ashtu, kjo drejtori ka neglizhuar dhe ka devijuar shumë projekte në mënyrë më detaje, duke mos i realizuar, duke mos i planifikuar në mënyrë më të mirë dhe më të mundshme. Drejtoria e arsimit ne kemi theksuar dhe kemi veçuar si një prej drejtorieve që vazhdon me skandale, duke filluar prej nepotizmit, rezultate të dobta brenda vendnxënësave, nxitje konfliktin brenda mësimdhënësve në përshkolla, dyshim për korrupsion në atë aspektin e fotografimit dhe vizitave shkollore që bëhen në Shqipëri. Në anën tjetër, kreu i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa tha se vërejtjet e të tjerëve në adresë të menaxhimit të pushtetit lokal janë të mirëse ardhura, por tha se akuzat qëndrojnë pjesërisht, derisa për ndryshime në menaxhim do të mendohet tek në fund të vitit. Kjo nuk do të thotë që një pjesë e drejtorive të cilat nuk janë të apostrofuara që ndoshta janë shumë më përpara, por edhe këto vlerësime, pjesa më e madhe të cilave janë në një mënyrë shumë të përgjithësuara, nuk janë kështu shumë të argumentuara, por ne do t'i shqyrtojmë të gjitha veç e veç dhe sigurisht që do të punojmë për të pas një performancë më pozitive. Ndryshimet gjithmonë janë të mundshme, s'do të thotë që do t'i paraprit dikush tjetër ndryshimeve, ne një pjesë ndryshimeve i kemi realizuar, asnjëri nga drejtorët nuk e ka të sigurt që tërë mandatin do ta përfundojë në drejtorinë cilën e udhëheq. Vlen të theksohet se që në fillim të këtij viti, kreu i komunës së Ferizajt pati bërë një rokad me disa drejtor. Ai gjithashtu la të nënkuptohet se ndryshime do të ketë në një kohë të caktuar, sepse sipas tij asnjë drejtor nuk duhet të ndjehet i qetë se do ta kryej mandatin e plot. Avoneti gjithashtu thot se mos arritja e objektivave të qeverisë lokale lidhet edhe me mos përgatitjen profesionale të drejtorëve, me që rast qytetarët e kanë humbur besimin në institucionet komunale.